do ta funksionalizojmë fabrikën e municioneve dhe industrisë ushtarake të Kosovës, e përveç dronëve Bayraktar, TB2 Bayraktar dhe Skydagger nga Turqia dhe dronëve Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lloji 4 i dronëve që synojmë është dronët që do t'i bëjmë vetë, pra made in Kosova. Do ta krijojmë njësinë ushtarake të përbashkët me forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Do të bëjmë rekrutimin e kadetëve të ri me një ritëm edhe më të shtuar. Kemi më shumë se 2 fishim të numrit të ushtarëve në Forcën e Sigurisë Kosovës, por synimi ynë është që brenda mandatit të ri të kemi 1000 gra e vajza ushtarake, pra 3 fishim të asaj çfarë kemi aktualisht, dhe gjithashtu është e rëndësishme që të vazhdojmë me trajnimet jashtë vendit dhe të vazhdojmë me sytë në ajër e çizmet në tokë për sigurinë e gjithëmbarshme, ku edukimi mbi sigurinë në njërin anë dhe mbrojtja gjithëpërfshirëse në anën tjetër do ta garantojnë jo vetëm në të tashmen, po edhe në të ardhmen afatmesme e afatgjatë sigurinë e Republikës sonë dhe të qytetarëve të saj.